Miq Radio Ngjallja, jemi në një cikël të veçantë emisionesh, jemi pikërisht me Atar Allam Gjokën, me ikonomin e madh të kishës sonë, me cilin do të flasim për disa tema të rëndësishme që preokupojnë realisht njeriun e sotëm. Dhe kemi menduar që në këtë temë të flasim pikërisht për rolin e kishës në kohët që po jetojmë, në kohët moderne. Atar Allam, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe unë Pater Grigor për gjithë punën që bën dhe prekupimin që ke me radion, me gjitha këto mjetet që tani në kohën tonë duhet i përdorim, sepse amboni kishës ka dalë jashtë kishës tani dhe duhet t'i përdorim sa më mirë, të ndihmojmë sa më shumë shpirta, se kishë dhe misioni në fund, misioni jonë. Dhe unë ju falenderoj shumë Atar Allambi dhe në fakt ka qenë në kërkesë e miqve të Radios Ngjallja, dëgjuesve të saj, shikuesve tashmë të medias Ngjallja, të cilët kanë dashur që të dëgjojnë edhe mësimet tuaja, mësimet që ka të bëjnë edhe që lidhen me jetën e tyre. Në fakt, Atar Allambi menduam sot të nisim këtë temë të veçantë, të flasim për rolin e kishës në kohën që ne po jetojmë. Çfarë mund të thoni, cili është roli i kishës në këtë kohë që ne po jetojmë? Është një temë shumë e madhe. Dhe mund të shikohet edhe të analizohet nga shumë pikpamje, por ne sigurisht do e shikojmë dhe mund të analizojmë nga pikpamja e kishës. Dhe sigurisht ato të cilat mund të ofroj kisha në kohë edhe në hapësirë gjithmonë janë vlerat të njëjta në fakt, por sfidat e çdo kohe ndryshojnë, mundësit ndryshojnë, kështu që nga njerë duhet të servirim të njëjtat vlera në mënyrë tjetër që të jenë të pranueshme dhe të bëjnë të shërojnë shpirtrat e njerëzve. Kështu që edhe kisha duhet gjithmonë të përshtatet në situatat e ndryshme. Dhe edhe në kohë, edhe në hapësirën ku ajo funksionon në misionin e saj. Kështu që në kohën tonë kisha duhet të fokusohet sidomos në 3 gjëra. Dhe janë bërë shumë konferenca sigurisht, dhe në fund është se vërtet kemi shumë mundësi, kemi shumë eksperiencë si kishë ortodokse, me qindra vite eksperience, kemi sidomos kemi misteret, kemi shërbesat, kemi mësimet e etërve tanë. Por nga ana tjetër, populli që pret të marrë nga këto gjërat, nuk është gjithmonë, nuk ka të njëjtën mundësi për të përthithur këto vlera, këto mundësi që ofron kisha. Dhe këtu duhet, është si puna e fëmis, që nga njerë duhet, kur është i vogël, ha me lugë të vogël, kur është i rritur, do haj me lugë më të madhe. Jemi detyruar të japëm dozat të vogla shumë herë, me shumë durim, sidomos ne që jemi klerik, dhe si duhet të shikoj kisha vërtet shoqërinë e sotme. Kisha, ta fillojmë të themi që kisha, marrëdhënia e kishës me botën, ka qenë pak, duket pak, si konfliktues, si në konflikt. Në fakt është, duhet të japëm të përshkruajmë pak se si e shikon kisha botën. Shoqëria njerëzore është atje ku ushtrohet liria e njeriut. Në fakt, nuk i lejohet kishës, në thonjza, të ndërhi në këtë liri, siç se këtë parim e ka vetë Perëndia. Kur njeriu e lë të lirë, në kohë edhe në hapësirë, të ushtrojë bindjet e tij, të mësoj nga veprimet ose gabimet që bën, ta themi kështu, të riprogramoj bindjet e tij, derisa të vi atje ku duhet si qenie të plotësohet. Dhe kjo është hapësira e shoqërisë, hapësira që themi e botës, siç e thonë.
Kisha këtu nuk futet me forcë. Ashtu si u fut Krishti në botë, erdhi në botë, u mishërua, u bë pjesëtar i natyrës tonë, e mori atë e ngriti lart me dashurinë, pa detiruar asnjërin, por bëri thjesht një ftesë. Një ftesë, tregoi fuqinë e tij, kush është, tregoi çfarë mund të bëj dhe tha, kush do të më ndjek, le të më vi pas. I njëjti motiv vlen dhe për kishën. Kisha gjithmonë në ftesën që bën në shoqërinë e sotme, në këtë hapësirën e lirisë së njeriut, është kush do të provoj, kush do të shijoj, çfarë ka mund të ofroj, le të vi. Ka shumë gjëra kisha. Kisha ka misteret, kisha ka mësimet, kisha ka eksperiencën, kisha ka shenjtorët. Por është dhe një element tjetër që duhet t'i vëmë re, sepse në hapësirën e lirisë së njeriut, ajo nuk është e paprekshme nga fuqit e errëta. Shumë fjalë bëhet sot për inteligjencën artificiale. Dhe shumë çojnë në ekstrem dhe thonë që është e rrezikshme sepse mund të kaloj inteligjencën e njeriut dhe mund të na mashtrojë inteligjencë artificiale. Në fakt, kisha mëson se ekziston një inteligjencë tjetër që është e sigurt që është e ligë, më e lartë, më e fuqishme nga ne. Është e padukshme. Ka aftësinë të ndërthure dhe të ndërhi në inteligjencën tonë dhe të na mashtrojë. Çdo moment, 24 orë, 365 ditë në vit, tërë jetën tonë. Dhe nga kjo fuqi erdhi të na shpëtoi Krishti, me misteret, me fuqinë e tij, me gjithë veprën e shpëtimit që u krije. Dhe kjo inteligjenca e demonëve, ndërthuret me shoqërinë njerëzore, edhe ka tendencën të ulë shoqërinë njerëzore në duke hequr gjitha vlerat që mund ta ngrënë atë. Kisha ka mision të na ruaj pikërisht nga kjo tendencë, nga kjo fuqi e padukshme, me ato që tha, me mjetet që ka. Dhe mendoj që pikpamja e kishës në këtë drejtim duhet edhe fuqit që drejton shoqërinë, do me thënë, ata e shikojnë kishën si institucion fetar, deri atje arrin, dhe shikojnë deri atje që u lejohen shkenca të shikojnë që është një fenomen shoqëror, ku mund të ofroj, sigurisht mund të ofroj një përmirësim të pikpamja e njerëzve brenda në shoqëri për të rritur nivelin e vlerave, por sigurisht që fuqit e shoqërisë që drejtojnë shoqërinë dhe kanë fjalën për politikën sidomos, nuk pranojnë më tepër gjëra. Neve, duke bazuar në besimin ton, besojnë se vërtet ekzistojnë edhe fuqia e Perëndis, e cila, si e themi, hiri Perëndis, mbush shoqërinë, po edhe ekzistencën e fuqive të errëta, të cilat luftojnë të mashtrojnë dhe të ulën vlerat e njeriut. Edhe kjo luftë është e vazhdueshme, në këtë luftë përleshen të gjithë, sidomos neve që jemi klerik, jemi brenda në kishë, kemi detyrën të mbajmë veten në një nivel shpirtëror të lartë, që të mundemi të bëhemi ne dier dhe dirtare nga ku do futet shpirti i shenjtë në botë për ta transformuar atë në një shoqëri ashtu si do Perëndia. Kisha e përthith botën. Kisha mund të përthith botën
por vetë me një kusht. Dhe pa u dëmtuar fare ajo, sepse ajo themelet i ka te shpirti i shenjtë. Kushti është që ata që futen brenda duhet të kenë pendim. Fjala e Krishtit kur filloi misionin e tij ishte: pendohuni se erdhi mbretëria e Perëndis. Në mësimet e teologjisë që bënim gjithmonë, kur pjesnin profesorin ç'është kjo mbretëria e Perëndis, gjithmonë përgjigjja ishte e njëjtë. Kisha nëpërmjet të cilës vepron Shpirti i Shenjtë. Atar Allambi, kemi një botë që lëngon për së vërtetës, brenda kësaj shoqërie të madhe që ju përmendët. Njerëzit përpiqen të gjejnë zgjidhje të këtyre problemeve, dhimbjeve, vuajtjeve, këtyre shqetësimeve. Çfarë u ofron kisha këtyre njerëzve në këtë kohë që po jetojnë? Dhe në mes të kësaj dhimbje të madhe që ekziston për së vërtetës. Trungu i çdo fruti që jep një shoqëri është familja. Çdo shoqëri njerëzore, trungu, qiliza nga ku ushqehet shoqëria është familja. Dhe gjitha këto që më përmendët patër, jam vërtet probleme të mëdha. Kemi më shumë se shekull që përballemi me to. Por në fakt, problemi nuk janë ato. Ato janë fruta. Mund të merresh me frutat sa të duash, kur është pema gjallë, do dalën gjithmonë. Pra, nëse nuk shërohet institucioni familjes dhe nuk i bëhet vaksinim me vlerat e kishës, bota, jo vetëm bota nuk e ka të gjatë. Është fjalë e rëndë, është fjalë e vërtetë. Sepse gjitha problemet që shikojmë ne me drogën, me dhunën, çdo gjë vjen nga familje jo të shëndoshë. Një fëmijë me familje të shëndoshë është e vështirë t'i drejtohet për të shëruar plagat e brendshme në drogë. Sepse droga, pikërisht, jo vetëm droga, po çdo lloj varësie. Se këto janë varësi që shikojnë të plotësojnë plagat dhe mungesat që s'ka dhënë familja. Në qoftë se tani kemi 80% divorca në martesa. Do me thënë, në 10 veta, në 10 çifte, 8 ndahen. Atëre parashikimi për shoqërinë tonë, me kaq fëmijë të plagosur, me kaq fëmijë që kanë poshllëqe në shpirtin e tyre, është e sigurt që ajo që vjen është më e keqe nga kjo që përjetojmë. Prandaj kemi arritur në një moment që dhe institucioni familjes është ulur kaq shumë sa nuk njihet më, nuk njihet nga të gjithë njerëzit që është institucion. Babai dhe mamaja, figurat të shenjta për shoqërinë, nuk kanë më vlerë. Nuk pranojnë nga të gjithë që duhet të jetë ashtu. Gjithmonë kisha me familjen ishin të lidhura. Madje edhe manastiret që kemi funksionojnë në motivin e familjes, ku është igumeni i pari, prindi, i cili këshillon, drejton, udhëheq, prandaj i thonë dhe atë shpirtëror. Por kemi bërë dhe emisione tjera për familjen, po e theksojmë pse, se vetë Krishti, misteri më të madh që kemi, që dim ne ortodoks që kemi në kishë, është ajo që na u zbulua për Perëndin vetë. Dhe vetë Krishti, Perëndin e emërton atë. Veten e emërton bir.
këto janë terma që përdoren në familje. Pikërisht se ashtu sa e shenjtë është rinia e shenjtë për hinin, është familje për shoqërinë njerëzore. Prandaj dhe goditet nga fuqitë e errta direkt. Pra, mendoj patër që të themi një fjalë për këta. Sigurisht nuk do shpërohemi, se kisha spital. Por nëse duam si shoqëri të jemi serioz dhe të mendojmë për një të ardhme, nuk do të shikojmë llogarinë bankare. Por do të shikojmë sa të shëndosha janë familjet. Jo, nuk them gjithmonë familje të shëndosha, s'do të thënë familje me banka të frira, por familje me vlera, ku prindi kujdeset për fëmit respektojnë prindrit, bashkëshorti respekton dhe dashuron gruan, gruaja respekton dhe dashuron burrin. Riparimi i marrëdhënieve familjare, në çdo dhe këtu është që do ofroj kisha shumë, sepse këtu ka eksperiencë kisha. Kisha e shikon familjen si kish të vogël, dhe nëpërmjet të cilës ajo prodhon shenjtor. Dhe sigurisht që anëtarët e kishës janë njëkohësisht anëtarët të familjes, dhe anëtarët e familjes njëkohësisht anëtarët të kishës. Atëra Lambi, në fakt, sa e rëndësishme është për ne, si klerik, si mësues, si katekist, si besimtar, që të reagojmë ndaj fenomeneve, e të flasim ndaj fenomeneve. Si që thot kryepiskopi, ka kohë për të folur, ka kohë për të heshtur. Nga njerë, edhe heshtja, thot më shumë gjëra se sa thonë deklaratat. Vlerat e kishës janë vlerat e ungjillit. Dhe vlerat e ungjillit pak a shumë nuk janë shumë të konklavitura të ngatrore, janë shumë të thjeshta, se përputhen me vlerat e ndërgjegjes së çdo njeriut. Sigurisht që kur kisha nxjerr një deklarat për një fenomen shoqëror, ndihmon edhe besimtarët të i referohen deklaratës, të ndjen dhe një siguri që kisha i ndjek gjërat, i ndihmon, që duhet me patjetër të nxjerrim deklarate, por që duhet të jenë shumë të kujdesshme, duhet të jenë zhveshur nga çdo lloj ironie, keq kuptimi, duhet të tani më kujtove, mbaj mend me sa shumë kujdes kryepiskopi Anastas, çdo fjalë e peshonte në çdo deklarat. E lexonte, e lënte 3 ditë, e lexonte prapë që të nxirrte një deklarat. Pse? Se është e vështirë duke mos parë kuptimin që përcjell fjala, mund të bësh keq se sa mirë. Pra kisha ka një përgjegjësi shumë të madhe, nga një krah të di kur do flas, çfarë do thot, si do ta thot, sa e nevojshme është për ta thënë ajo, se mund të jenë gjëra që nuk janë në fushën e saj dhe nuk nevojitet të flas, edhe kur do i thot ato që do i thot, të peshoj çdo fjalë. Sepse deklaratat e kishës duhet të përputhen gjithmonë me ungjillin. Nuk mund të jenë kontradiktore. Atëra Lambi, se kënaqësi që u takuam së bashku, edhe sigurisht do të jemi në kamerat e medias ngjallje, por gjithashtu do të jemi edhe në takimet me të rinj, sepse edhe ata ju presin dhe ju duan njëkohësisht. Dhe unë me kënaqësi dhe shumë faleminderit për mundësinë që jep patë me bekimin e kryepiskopit. Miq Radio Ngjallje, ishim me ikonomin e madh të kishës sonë, me Atëra Lam Gjokën, me cilin folëm sot, me cilin folëm për rolin e kishës në kohët që po jetojmë, në kohët e sotme. Miru dëgjofshim dhe miru takofshin në emisione të tjera.